Ndërsa sezoni veror po afron dhe destinacionet tradicionale të Europës perëndimore përballen me mbikarkesë turistike dhe çmime të larta, Riviera shqiptare po shfaqet si një alternativë gjithnjë më të rejse për pushuesit ndërkombëtar, shkruan Betsy Blumenthal në një artikull të botuar në revistën amerikane të udhëtimeve Chase Travel. E përfshirë në listën kryesore të udhëtimeve për vitin 2026 nga Chase Travel, kjo vi bregdetare për gjatë detit jon, po fiton vëmendje për bukuritë natyrore, çmimet konkurruese dhe autenticitetin e saj. Një destinacion në zhvillim. Riviera shqiptare shtrihet përgjatë një segmenti spektakolar, ku malet takojnë detin me ujërat e kristalta. Zona karakterizohet nga plazhe me gurale së bardhë, gjire të fshehura dhe fshatra bregdetar, që ruajnë ende një atmosferë të paprekur nga turizmi masiv. Qytetet si Ksamili, Himara e Dërmiu ofrojnë një kombinim të hoteleve butik, kuzhinës së freskët detare dhe mundësive të shumta për pushim aktiv. Një zhvillim i rëndësishëm infrastrukturor pritet të jetë edhe hapja e aeroportit të ri ndërkombëtar të Vlorës, i cili do të rrisë ndjeshëm aksesin në këtë zonë. E deri atëherë, turistët ndërkombëtar mund të udhëtojnë përmes Korfuzit e të shkojnë me traget drejt Sarandës. Por cilat janë atraksionet kryesore përgjatë Rivierës? Nga Saranda vizitorët mund të eksplorojnë një sër destinacionesh, Parkun Kombëtar Arkeologjik të Butrintit, një park me rëndësi botërore, Syri i Kaltër, burim natyror me ujëra të kristalta, Kalaja e Lëkursit, pikë panoramike për perëndime spektakolare, plazhi i Lukovës dhe AIG5, destinacionet më të izoluara për aventura, Parku Kombëtar i Llogoras, një zonë malore me pamje mbreslënse. Sektori i mikpritjes është në rritje të shpejtë me një gamë të gjerë hotelesh, duke filluar nga butikët moderne deri te resortet bregdetare. Kuzhina shqiptare, një ndërthurje ndikimeve mesdhetare dhe ballkanike, ofron specialitete si byreku apo tava e kosit. Në zonat bregdetare ku dominon peshku i freskët dhe prodhimet e detit, shpesh të shoqëruara me raki e ëmbëlsira tradicionale si baklavaja. Me një kombinim të çmimeve të përballueshme, natyrës së paprekur e zhvillimit të infrastrukturës, Riviera shqiptare po konsolidohet si një nga destinacionet më premtuese të mesdheut për vitin 2026. Ekspertët e turizmit rekomandojnë eksplorimin e vendit sa më parë, pasi rritja e interesit ndërkombëtar pritet të sjellë po ashtu një fluks turistësh gjithnjë më të madh në vitet në vijim.